Një tur me trazuar, sjell para Hazreti Isai një grua të akuzuar për zina, për ta vrarë me gur, sipas mësimeve të Tevratit. Synimi i tyre është i dyfisht, të ngrejnë pesh mëkatin e saj dhe njëkohësisht ta vënë në provë Hazreti Isain me autoritetet e vendit. Në duart e tyre rëmdojnë gur, në zemrat e tyre rënkojnë gjykime. Secili e sheh veten të pastër, ndërsa tjetrin të ndotur. Hazreti Isai, me një qetësi që e ftoh zemërimin e njerëzve, u drejtohet me vetëm një fjali. Ai që është pa mëkat ndër ju, let jetë i pari që hedh gurin. Fjala bie mbi turm si një perde heshtjeje, sepse njeriu, kur e gozhdon vështrimin tek gabimi i tjetrit, humbet nga syt gurët që i mban brenda vetes. Zemërimi e vesh njeriun me iluzionin e të qenit i drejtë, ndërsa drejtësia e vërtet lind vetëm pasi njeriu përkulet para mangësive të veta. Kjo fjalë na mëson se 1. Asnjë qenie njerëzore nuk është modeli për sosmërisë. Askush nuk mund ta ngrejë zërin kundër tjetrit, pa dëgjuar më parë heshtjen që i flet nga brenda. Të gjithë kemi ditë kur rrëzohemi, gabojmë dhe më pas ngrihemi pak më të urtë se më parë. 2. Mëshira është zemra që rreh brenda drejtësisë. Të ngresh dorën për të hedhur një gur është e lehtë, të japësh falje është një akt që kërkon shtrirjen e shpirtit. Fjalët e Hazreti Isait nuk synojnë thyerjen e trupit, por zgjimin e zemrës. Para se të gjykojmë, duhet të përpiqemi të kuptojmë. T'ia përplasësh gabimin dikujt në fytyrë është si të fikësh një dritë në shpirtin tënd. Turma që vërtet është e shpejtë e papërmbajtur, qëndrimi në udhën e drejtë kërkon maturi dhe durim. Pa parë plagët e veta, askush s'ka të drejtë të gjuaj me gur plagët e tjetrit, sepse secili njeri bart një sprov të fshehtë, një dhimbje që nuk e sheh askush. Në kohën tonë, qoftë në rrjetet sociale, në rrugë apo brenda familjes, njerëzit nxitohen të vënë etiketa e të japin dënime. Një fjalë e gabuar, një imazh i castit dhe gurët fillojnë të mprehen. Por paralajmërimi i Hazreti Isait mbetet si një dritë e artë që nuk shuhet me kohën. Pastroje më parë zemrën tënde, mos e pesho mëkatin e tjetrit me gur. Një botë ku secili e shikon veten para se të hedh gurin, bëhet një botë me më pak gjyqe e më shumë zemërgjerësi. Atëherë rritet numri i njerëzve që shërojnë plag e paksohen ata që plagosin.